Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore Tiranë mirëpriti ditët e fundit ekspozitën me punimet e piktorit të ri shkodran Eduard Beroshi, i diplomuar në Universitetin e Arteve. Nën kujdesin e qendrës Katalist, Beroshi ekspozoi këtu 55 punime me piktur, grafik, vizatim, tekstil, punime digjitale të tjera. Pjesë e kësaj ekspozite me disa punime të saj ishte dhe e bashkëshorti i tij, piktori Algerta Brahimi. Në këtë ekspozit, In Search of Myself, unë dhe Eduardi kemi realizuar rreth 68 punime, ka këto janë zhanrat të ndryshëm, piktura, grafika, tekstile, vizatime. Kena mundësi dhe me bo ekspozita për pikturë, si që më të bo unë, Gerta, si që më të bo këta fëmijë, i posh pikturat e tindë janë shumë të mrekullueshme dhe shqyqyr si janë të punu dhe ka të ardhë me këven për fëmijë, edhe e kanë me qevë, si nesër brejzë i ri me bo punime sa ma mira dhe me vazhduat si kena vazhdu një edetash. Vizitorët në këtë ekspozit ishin të shumë kryesisht të rinë, duket se talenti i piktorit Beroshi ka spikatur në mënyrë të veçantë për shihet e kësaj moshe, po ashtu dhe larmëria e teknikave dhe punimeve ishte një tjetër element që bënte ekspozitën interesante për tu vizituar. Kjo ishte ekspozita e tij e parë personale, por që tregon bindshëm se kemi të bëjmë me një artist premtues të pikturës, siç është Eduard Beroshi.